Përshëndetje Djelza. Përshëndetje për ti. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Çfarë dëshiron të dish? Sot kam shumë dëshirë që të na tregosh për numerologjinë e vitit 2026. Shumë e saktë. Por në mënyrë të detajuar, pra. Pikërisht, do t'i marrin të gjithë numrat me radhë në fakt sot, sepse do të bëjmë pra numerologjinë e vitit 2026. Viti që kaloi, akoma s'ka kaluar 2025-a, po ti mbledhësh 2025 në të gjithë numrat, 2 plus 2, ti që je mirë në ekonomi, 2 plus 2 bëjnë 4, plus 5 bëjnë 9, apo jo? Pra 2025-a kishte numrin 9 si numri vitit. Në rregull? Dhe 9-a, siç e unë e deklarova, nëse mban mend në shumë kanale televizive shqiptare, ishte numri pra i planetit Mars, 9-a. Që simbolizon të zjarin, aksidentet, lloj gjërash. Po ka ndodhur këto gjëra. Dhe ka ndodhur apo jo, sepse astrologjia vedike dhe numerologjia vedike pra nuk gabon kurrë. Shkers. Pra në këtë vit kemi patur zjarre, djegje, aksidenta, protesta, pra energji marsiane në kulm, kudo në gjithë botën. Luftë, po. Numerologjia dhe astrologjia vedike pra nuk gabon kurrë, dhe është një nga shkencat e vërteta, më të lashta dhe moderne. Pra 9-a gjithashtu ishte dhe numri i kompletimit. Domethënë është numri i fundit përpara 10-s, 1 2 3 4 5 6 9 10. Dhe është përfundimi, pra domethënë zhdukja e disa gjërave në mënyrë që të fillojmë nga e para. Tani për pak sot jemi me 21 dhjetor, por do të vi pra 2026 dhe sot do të bëjmë parashikimet për 2026. Po le të shikojmë se çfarë numri ka viti 2026. Në rregull, kemi 2 plus 2, 4 plus 6 bën 10, 1 plus 0 bën 1. Nishi, dhe nishi simbolizon cilin planet sipas astrologjisë vedike, sipas ditorisë vedike, pra nishi simbolizon diellin. Djelza. Dhe është pra rilindja, quhet rilindja e diellit, në kuptimin që mbarojnë cikli 9, viti 1 2 3 4 5 6 9, mbarojnë këto 9 vitet e fundit, ishin një cikël i plot, tani fillon diçka e re. Dielli përfaqëson ndër të tjera dhe egon, përfaqëson autoritetet, rritja e vetbesimit, zgjerimi i pasurisë, sepse dielli përfaqëson një mbret. Mbretërisë, domethënë prona, zgjerimi i pasurisë, harxhime. Sido që të jetë, ne do t'i marrim sot të gjithë njerëzit që kanë lindur në gjithë datat. Pra është pak një video e gjatë dhe shumë e detajuar, do të marrim njerëzit që kanë lindur në gjithë datat e gjithë, pra dita e tyre lindjes ka shumë rëndësi. Në rregull? Por në përgjithësi dielli përfaqëson gjithashtu qeveritë, drejtuesit, viti i dhënieve, gjithashtu të dhurata. Tani po flasim përgjithësisht çfarë përfaqëson numri 1, okay? Dielli është shumë zemërmirë, na jep ngrohtësi gjithë njerëzve. Na jep energji, na jep ngrohtësi, na jep rregull e diellit. Ta jep gratis. Po, në univers asgjë s'është gratis, por na jep të gjithëve. Pavarësisht. Pra, viti i dhënieve, të dhuratave ose bamirësisë këtë vit, gjithashtu atë njerëzve që janë në nevojë. Dielli zotëron Luanin, është shtëpia 5 astrologjike në astrologjinë vedike, domethënë përfaqëson mantrat. Është shumë e mirë këtë vit. Ata që duan të mësojnë mantra të vinë te klasat e mia Lotus Ocean, çdo javë online, nëse duan të rrisin energjinë e tyre pozitive diellore, pra të mësojnë mantrat që mësojmë në shqip, që ti thonë me z. Njerëzit që kanë në horoskopin e tyre një nga këto nakshatrat, dhe në fakt edhe ti e ke, edhe unë e kam. Pra, domethënë nakshatra që zotërohen nga dielli, gjithashtu ajo gjë do t'i aktivizohet këtë vit. Në muajin kaq, pra është, po flasim për gjithë vitin. Jo gjithë vitin, por në disa muaj të këtij viti. Pra do të aktivizohet ajo fushë e jetës së tyre, ku ndodhet ajo energjia që zotërohet nga dielli, pra nakshatra. Krijimi i rutinave shumë e rëndësishme, sepse dielli është shumë i përpikt, është disiplinuar. Në orën 6 mëngjesit për shembull do lind, do kështu, do perëndojnë, domethënë është saktë dhe për ditë.
hyn në 12 shenjat e të horoskopit. Në fakt tani ndërsa po flasim, dielli është në shenjën e shigjetarit. Është viti i një cikli të ri 2026, sepse 2025 pra ishte nënta mbarimi për plotësimi. Kurse 2026 është një cikël i ri dhe nuk e dim si do jetë, do të shohim, por këtu po flasim për energjitë që janë të mundshme të ndodhen. Në rregull? Për shembull, nga viti disa astrologjit vedik thonë që nga viti 1936 deri në 1944, pra 1944 ishte viti 9, siç ishte 2025. Dhe në 1945, pra u bë viti 1, çfarë ndodhi në 1945? E mban mend? Lufta e dytë botërore. Kur bomba atomike në Hiroshima, Nagasaki ndodhi, por edhe lufta e dytë botërore mbaroi në 1945. Edhe viti 1918 ishte viti 1, kur lufta e parë botërore mbaroi. Pra, ekziston si mundësi energji edhe lufta protesta, luftë civile, 68, pra protesta kundra autoriteteve apo kundra terrorizmit, kundra lloj gjërave për drejtat njerëzore, si dhe arritja për marrëveshje të paqes. Gjithashtu, në fund fare. Pra luftë, protest, paqe, nëse ka përulje midis dy palëve etj. Dhe një gjë tjetër, kjo është përgjithësi për gjithë numrat, pra muzika do të jepet rëndësi gjithashtu. Energjia diellore shfrymëzohen nga drita e të vërtetës. Në rregull, tani do të shkojmë konkretisht te çdo njeri, si më thënë, do t'i prekim gjithë njerëzit sot. Gjithë numrat, po. Si do të jetë viti 2026 për njerëzit që kanë lindur në datat 1, 10, 19 ose 28 të çfarë do lloj muaji. 10 është 1+0, apo do thotë 1. 19 1+9 është 10, 1+0 10, 28 2+8. 10 prapë është 1. Pra është 1. Janë njerëzit me numër 1, të gjithë këto që kanë lindur në çfarë do lloj muaji. Rregull? Okej. Njerëzit që janë që kanë lindur në këto data, pra që janë me numrin 1, pra është numri i diellit. Pra kanë edhe numri i tyre është diellor, por edhe viti është diellor, viti i diellit, nishi. Pra kanë dy fish diellit. Dhe ky vit është shumë i mirë për këta njerëz në fakt. Tani varet gjithashtu edhe nga shenjat e tyre astrologjike. Domethënë varet nga ascendenti, varet nga ora ku kanë lindur. Pra, por kjo është në përgjithësi, në rregull? Po. Pra njerëzit që kanë lindur me numrin 1, fillime të reja për këta njerëz, sidomos në qoftë se janë në moshën 24 vjeç dhe deri 36 vjeç, do të shikojnë pra shumë njerëz rreth tyre që mund t'ju respektojnë shumë këtë vit. Autoriteti i tyre këtyre njerëzve, pra me numër 1, në rregull, që kanë lindur datë 1, 10, 19 ose 28, autoriteti i tyre, si më thënë, do të fuqizohet në një farë mënyrë, varet sigurisht nga faktorë të tjerë të horoskopit, pra individual, domethënë ascendenti i tyre, ku kanë lindur, orari, ca planetet të tjerë kanë më të fuqishëm etj. Po kjo është në përgjithësi, në rregull? Dhe dielli, siç e tham, është shumë i përpikt. Po. Domethënë është sistematik. Pra duhet të kenë një rutinë këta njerëz që të kenë energjinë diellore që do t'i mbrojë ato, si më thënë, ose ta kenë energjinë e tyre diellore më të mirë, duhet patjetër të tregojnë përpikmëri, organizim, pra të jenë organizator të shkëlqyer, sistematik, të bëjnë gjërat në kohë, të mos jenë për tac. Këto nuk janë për tac këta njerëz, do që të jetë. Janë të disiplinuar. Kanë energji shumë, domethënë, ndonjëherë shumë. Sa më shumë sistematik të jenë, aq më sukses do të kenë. Njerëzit me numër 1 i vënë shumë rëndësi gjithashtu sinqeritetit, sepse dielli përfaqëson dritën, domethënë të tregosh të vërtetën. Sinqeriteti. Këta njerëz të dënojnë nëse nuk je i sinqert. Ata që janë me numër 1 dhe merren me muzikë, gjithashtu, pra muzika e tyre do të ketë shumë mundësi të kenë sukses në këtë vit. Mundësi të mira ekonomike dhe rritje përgjegjësie. Viti 2026 i mirë në përgjithësi pra për njerëzit me numër 1, që kanë lindur në datat 1, 10, 19 ose 28 të çfarë do lloj muaji. Tani unë në këtë video do ta bëjmë pak më të veçantë, do marrim disa njerëz që janë publik të njohur në Shqipëri, vetëm meqense është video shqip për shqiptarët. Në rregull? Do të marrim ndonjë Po, a mund të bëjmë një parashikje si më akull?
Jam shumë kurioze sepse unë Në fakt jam po, fanse. Parashi Visimaku ka lindur në datën 1 shtator. Pra është numër 1. Okay. Dhe në fakt ajo ka lindur 1 shtator 1966 dhe ka 66, domethënë është numër pak i veçantë i vitit, sigurisht ka edhe të tjerë që kanë lindur në 1966, po përsëri ajo është pra me numër 1. Dhe ky vit do të jetë i mirë për të, do të thotë dikush do t'i dhurojë diçka. Sa mirë. Se dielli dhuron drita, apo jo? Falas, domethënë pa Në kuptimin po, ta dhuron sa mirë. Që të marrë edhe ai së vjen. U gëzova. U gëzova sepse ndjej një lloj. Do t'i dhuroj diçka sepse është njëri me numër 1. Pra, do marrë një dhuratë që mos u merakos. Jo, merakosa nga që do vi pa shtëpi, pas edhe po mendoja. Do marrin dhe njerëz VIP-a ose të njohur shqiptar në gjithë numrat, por meqense mos ta bëjmë videon shumë të gjatë, le të kalojmë tek numri 2. Në rregull? Pra për numrat njerëzit me numër 1 e morën vesh shumë mirë për ta, në fakt janë shumë e fat ose kuptohet dhe nga veprimet që ata bëjnë, sepse çdo veprim ka një pasojë, apo jo, siç e themi mantra tek meditimi lotososhëm. Sido që të jetë, njerëzit që kanë lindur, pra le të shkojmë tek njerëzit numër 2. Janë njerëzit që kanë lindur në datë 2, 11, 20 dhe 29. Po, domethënë 11-a, 1 plus 1 2. 2 plus 0 2, 20-a, 2 plus 9 është 11, por 1 plus 1 është 2. Pra të gjithë janë 2. Dhe pra të gjithë njerëzit që kanë lindur në këto data, pra 2, 11, 20, 29, të çfarë do lloj muaj janë njerëzit me numër 2. Dhe numri 2 është pra dielli i shtrenjtë, dyshi është hëna, sepse është hëna, pra dita e parë, në fakt dita e parë quhet e diela, që sot e diel, nishi, është shpjeguar. E mbanon që kemi bërë dhe një video, e dyta është hëna. Tani për këta njerëz me numër 2 kemi një kombinim pra të hënës dhe të diellit, sepse viti është i diellit dhe energjia e tyre është e hënës. Në rregull? Dhe pra dielli përfaqëson mbretin, hëna përfaqëson mbretëreshën. Është energjia. Po, këta njerëz nuk janë shumë të interesuar për të bërë lidera si numrat 1, nishit duhet të drejtojnë, si dielli autoriteti, okay? Kurse dyshi është mbretëresha, është sigurisht merret me njerëz të tjerë, por është pak më jo si mbreti apo jo. Dhe këta njerëz dyshi nuk janë të interesuar shumë për të bërë lidera, duan të rinë me një grup të vogël njerëzish, ndonjëherë dhe vetëm, s'është keq, janë njerëz të butë, janë njerëz që ndihmojnë të tjerët në fakt. Nuk duan konflikte dhe i detyrohen. Nuk duan konflikte, detyrohen në një farë mënyrë që të rinë me njerëz, më me pak njerëz, jo kaq shumë si këto diellorët. Të punojnë me veten, të mendojnë çfarë është më mirë, gatuajnë mirë, janë njerëz duan më shumë paqe, nuk e duan shumë konflikte. Më shumë udhtime për ta në vende që s'kan qenë më përpara, dyshat këtë vit. Njerëzit me numër 2 do të ndihen që duan të bëjnë gjëra të reja frymësuese, sigurisht sepse është viti i gjërave të reja dhe janë shumë kreativ dyshat, dhe do të ndikohet, si thua, meqense domethënë ndryshime në shtëpinë e tyre, apartamentin apo ku diun në shtëpinë e tyre, sepse sidomos nëse janë mosha e 4, domethënë 38 vjeç deri 48 vjeç, do të kenë ndryshime në shtëpinë e tyre, rinovime apo blerje, shitje shtëpi apo ku diun prone. Do të kenë idera shumë të mira për investime dhe një kreativitet shumë të mirë. Dieta e tyre do të përmirësohet, ushqimi të ushqyrit. Dhe në përgjithësi këto gjëra për njerëzit me numër 2. Rregull? Atëherë do të marrim disa personazhe. Por jo, ti vetëm do t'i dëgjosh, në rregull? Po. Atëherë një njeri me numër 2 është në fakt dhe përpara se të themi personazhin do të tregojmë që numri 11, 22 apo 33 quhet numër mjeshtri. Po, është 2. Jo, 33 nuk është 2, po 11 është 2. Po. Por është 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 janë një çik të veçanta këto numrat, okay? Po. Sido që të jetë. Kemi për shembull Grida Dumën, personazh i njohur apo jo, me 11 qershor 1977, të paktën këto që thuhen publikisht, besoj do jetë i saktë, sepse 11 është numri i mjeshtrit, domethënë
është një njeri me numër 2. Por 11 është akoma më veçantë. Në fakt ajo jo vetëm 11 që ka 11 në datën, por ajo ka dhe 1977, pra 77. 77. Po ta pjesëtosh për 7, del 11 pra. Pra Do të thënë del një ka 2 fish këto numrat njësoj, që është një numër shumë i veçantë, rregull? Luana Vjollca ka lindur me datën 2 shtator. Pra edhe ajo është një njeri me numër 2. Janë shumë njerëz me emocione, lulet për shkakun që është bërë njohur, që i kanë ardhur ato lulet, këto njerëz janë i vënë re këtë gjëre, të dashur, janë më të butë, në kuptimin kërkojnë dashuri e këto gjëra. Numri 2 janë shumë janë paqësor. Okej? Njerëzit e lindur me datën 3. Numri 3. Njerëzit e lindur në datën 3 janë njerëzit që kanë lindur, domethënë, jo datën 3, por njerëz me numër 3 kanë lindur në datë 3, 12, 21 apo 30, se çfarë do lloj muaji. Kuptojmë pse 30? 3 plus 0, 3, 2 plus 1, 3, 12, 1 plus 2, 3. Okej? Dhe numri 3 sipas numerologjisë, pra vedike, këtu po flasim për astrologjinë, numerologjinë vedike që lidhet sigurisht me astrologjinë, por duhet kemi parasysh pra që është numerologji, është shkencë më vete. Treshi është numri i Jupiterit. Okej, si planet është Jupiteri. Jupiteri mbahet planet inteligjent. Është inteligjencë, por përfaqëson shumë gjëra, zgjerim, inteligjencë, fëmijët, përfaqëson dhe fëmijët në fakt. Në mosha 24 deri 48 vjeç mund të kenë mundësi të bëjnë prindër ose të arrijnë bëjnë fëmijë. Që kanë këtë interes sigurisht, do të arrijnë pra të merren me edukime, të mësojnë një lëndë të re, ndoshta vetë studime të reja, sepse është Jupiteri është për edukimin dhe domethënë edukimin, shkencat, studimet larta të reja do kenë fatin të takojnë një guru ndoshta, nëse kërkojnë. Unë i sugjeroj që të vinë tek meditimi Lotus Ocean te klasat e mia, sepse njerëzit me numër 3 pra do të shihin akoma më shumë respekt. Pse? Sepse dielli njëshi është mbreti, apo jo? Po. Jupiteri është guru, domethënë një mbret, kur ke një guru është më i fuqishëm, sido që të jetë. Pra është Jupiteri me diellin, sepse është viti 2026 dielli, dhe njerëzit treshin që kanë vetë Jupiterin. Rregull? Pra të mësojnë të gjejnë një guru, se të mësojnë meditimin ose gjëra të tilla, është më mirë për ta, sepse pra viti 2026 është njëshi autoritetet, dhe nëse një mbret për shembull, pra dielli, dhe ka dhe një guru, atëherë është fuqia e tyre do të rritet. Sidomos pra njerëzit numër 3 që janë në moshën 46 vjet do të përpiqen patjetër që të kenë një mentor spiritual, do t'i ndihmojnë shumë. Kanë këtë mundësi të vinë tek meditimi Lotus Ocean. Por viti 1, pra 2026 është pra është i diellit, dhe i bashkuar me gurun, pra treshi, njerëzit 3, këshilltarët, domethënë përfaqëson pra një guru këshilltar spiritual dhe është shumë pozitive për ta, pra do të kesh dituri për këtë më shumë qartësi. Pra dhe njerëzit që janë me numër 3 do t'ju kenë nevojën, do bëjnë si këshilltar në familje, në punë për shembull, do t'i kërkojnë më shumë pra sukses në punë. Të marrim kush mendon ti që ka lindur, kush janë numër 3? Një këshilltar. I kam shënuar këtu disa. Ermal Mamaci ka lindur 21 mars. Në fakt 21 që është numër shumë, këto në përgjithësi njerëzit që kanë lindur me 21 do ndodhi diçka, do të odh njohur. Fama nuk është shumë e pakollajshme për të ndodhur për njerëzit që lindin në përgjithësi me 21, sidomos. Vera Grabocka gjithashtu ka lindur me 21 mars. 12 korris Louise Ailey. Dhe në fakt kur u bë shumë i famshëm Luizi në vitin 2023. Ai ishte 2023 që fitoi Big Brother?
Apo jo, pra ishte për të ishte viti 7. Me Do të thënë sukses. numri tyre, numri i tij i fatit në një farë mënyrë. Ka qenë i mirë për të. Elvana gjata me 3 shkurt. Pra, treshi është goxha, domethënë i njohur. Sigurisht varet dhe nga gjërat e tjera që ato mund të kenë tek horoskopi i tyre. Individual, domethënë personal. Por në përgjithësi pra këtu është energjia e numrave. Në rregull? Po. Shkojmë te numri 4? Po. Çfarë është veçantë për këtë numër? Nëse ke lindur në datën 4, 13, 22 apo 31, po, shumë është 4. Çfarë do lloj muaji janë pra njerëzit me numër 4, që përfaqësohet nga planeti hije Rahu. Për shumë ne kemi dhe njohim dhe dikë që ka një numër 4. Këto njerëzit kanë një intuit brendshme të jashtëzakonshme. Por në vitin 2026, pra kemi diellin, pra është dielli dhe Rahu. Këto energji do kenë këta njerëz me numër 4. Këta njerëz pra për 2026 do të përpiqen shumë që të marrin vëmendjen e të tjerëve në mënyra të ndryshme. Sepse takimi i Rahu dhe dielli është si një eklips, sepse dhe eklipsin që ose mban mend kemi mësuar, pra dielli është Rahu e mbulon diellin. Dritën e diellit dhe zotëron Rahu, tani është jam unë, thot. Dielli s'është më. Do të kesh dëshirë sigurisht për të mësuar, për njohur mistere, do të ndihesh mistik, do të interesohesh për gjëra të fshehta të universit, zgjim shpirtëror. Është shumë e shkëlqyeshme, mirë për ata që janë studenta në shkollë, nëse duan mësojnë më shumë gjëra, kanë më të kollajshme për këtë vit dhe që janë me numër 4. Por siç tham, Rahu, domethënë këta njerëz do thonë që shikoj jam unë këtu tani. Duan pak dominancë? Do ta kenë pak, domethënë mund të kenë disa dëshira të çuditshme dhe mendojnë që shiko, do i bim për shkurt sepse unë do ja dal, domethënë. Jam unë tani. Mos bëjnë gjëra të paligjshme, të palejueshme apo gjëra të tilla, se s'ka problem, mund mendojnë për të bërë diçka apo jo. E kanë kontroll. Por kujdes, mund të futen në telashe, sidomos ata që janë nga mosha 12 deri 36 vjeç. Qoftë për të fituar para apo sukses, sepse Rahu pra mund t'u jap ndjenjë që kam kontroll, këtë e meritoj unë. Domethënë jam unë, është ego iluzionar. Vetbesim të jashtëzakonshëm. Kurse mosha 36-48 do tregojnë më të pjekur në situata të ndryshme. Në datën 4, cila vit po kanë lindur, që janë të njohur në Shqipëri, Edi Rama. 4 korrik 1964, pra ai ka 2 katra brenda numrave të tij, domethënë. Pra ka 2 fish 4. 4 sigurisht Rahu do të zgjerohet, do të ketë më shumë gjëra. Dhe janë njerëz që nuk kënaqen kollaj, njerëzit me numër 4. Dua Lipa gjithashtu ka lindur me 22 gusht. 22 prapë është numër 4. Atëherë shkojmë te njerëzit me numër 5. Njerëzit me numër 5 janë njerëzit që kanë lindur në datën 5, sigurisht, 14, 1 plus 4, 5, apo 23, 2 plus 3, 5. Të çfarë do lloj muaji? Njerëzit që janë me numër 5 dhe janë mosha 36-48, sidomos do të përpiqen që të futen ndonjë biznesi, sepse 5-a është Mërkuri. Okej? Pra, 5-a është Mërkuri, këta njerëzit Mërkuri është inteligjencë. Është fitoj sa më shumë pare, gjenjë mënyrë, janë tregtar të shkëlqyer këto 5-at. Janë të aftë në biznes. Janë të aftë, po. Edhe dhe po të ke një produkt që është i koti, ata e shesin. Marketues të mirë. Por janë dhe me diellin, domethënë dielli do i ndriçojë ata, varet sigurisht nga horoskopi i tyre individual, apo po flasim përgjithësi. Do të jenë shumë të motivuar për sukses, qoftë për pra shitje produktesh, nëpërmjet komunikimeve, të folurës, tregtar të shkëlqyer, por varet edhe nga horoskopi i tyre, pra sigurisht. Në rregull? Jo të gjithë që kanë lindur me 5 janë biznesmena të papam, por në përgjithësi e kanë këtë aftësi. Mirë. Numrat 5 gjithashtu kanë një aftësi për të mësuar një dhunti apo hobi të re, sidomos në 2026 një edukim të ri, Mërkuri thith informacione apo dituri mirë dhe ka kapacitet pra për të mësuar një aftësi të re, qoftë biznese, qoftë tregti. Por duhet konsultojnë patjetër me një autoritet më të lartë, pra diellin.
me një autoritet më të lartë se sa ata, për të marrë vendime me rëndësi, sepse Mërkuri kur mendon shumë, mendon, Po. nuk di çfarë të bëj dhe nuk merr dot vendime të sakta dhe i ndihmon pra dielli. Pra dhe për njerëzit në numër 5 është mirë për ta sepse dielli domethënë do i japi më shumë dritë. Pra diell Mërkur për ta, do të përdorin inteligjencën më mirë në mënyrë të shkëlqyer për të zgjidhur shumë gjëra. Janë diplomat shumë të mirë këta pesat. Kë kemi? Në Kosovë kemi një këngëtare që është shumë e njohur në Kosovë prej vitesh. Adelina Ismaili? Po, bravo. Adelina Ismaili me 14 dhjetor 1979, numri 5. Pra, është zgjudhur, është gocë zgjudhur. Shkojmë tek njerëzit që kanë lindur në datën 6. Numrin njerëzit për 6. 1 plus 5, pra 15 dhe 2 plus 4, pra është 6 shumë. Pra njerëzit që kanë lindur në datë 6, 15 ose 24 të çfarë do lloj muaji janë njerëzit me numër 6. Dhe numri me numër 6, çfarë planeti? Ka? Venus, është Venus? Po, Venusi është. Venus është energji venusiane. Energji venusiane. Mirë po dielli dhe Venusi, pra është kombinimi i diellit, sigurisht 2026 dhe Venusi. Është kombinimi i bukur, por varet për shumë njerëz që kanë horoskop diellin dhe Venusin bashkë dhe kanë gratë shumë të afërta me njëri tjetrin, dielli mund t'i djegë. Quhet combust në anglisht. Domethënë, por varet nga nuk po flasim për njerëzit numër 6, por në përgjithësi, pra varet nga horoskopi individual për çdo njeri. Rregull? Pra kemi Venusin dhe diellin për njerëzit me numër 6, mundësi të mira për ata që janë beqar, në kërkim të partnerëve apo dhe këto njerëzit me numër 6, Venusin që janë beqarë dhe duan një partner, pra është dhe dielli, domethënë e duan duket bukur. Domethënë ka cilësi, jo kështu si ja beqare dhe ka kërkesa. Kushte. Bukuri dhe të mira materiale. Pas ka kërkesa të larta. Po, pse? Edhe bukuri edhe të mira materiale. Po tani që kanë kërkues sidomos për moshat pra 26 deri 36. 24 deri 36 vjeç. Njerëzit me numër 6 do të kenë mundësira për të njohur pra me njerëz të rinj që nuk i kanë njohur më përpara këtë vit. Por kujdes, mund të kenë dhe presione në jetën e tyre. Pra Venusi do të ndizet, ndriçohet apo digjet nga dielli, dhe është mirë që të kenë një këshilltar apo një guru, kuptohet? Dhe sigurisht meditim lotësor shumë vlen, sepse i bën më të qëndërzuar dhe më të qetë dhe më të inteligjent në kuptimin që mund të zgjedhin më mirë. Por edhe njerëzit pra që janë të lidhur dhe nuk e kanë këto gjëra të lidhen, domethënë kanë kërkojnë pra inteligjencë. Venusi është shkëlqen. Venusi është një yll, energji venusiane, që shkëlqen shumë gjatë natës. Tani po t'i shtojmë dhe diellin, domethënë do të rriçoj shumë. Do rrezullohet. Kuptohet, kujdes dhe me rritjen e pak të egos, se të thënë unë jam shumë. Edhe presione, në kuptimin presione, pse presione? Për shembull, ndoshta ndonjë vajzë që është e re, mund të shtyhet pa dëshirën e saj, për shembull, nga babai për t'u martuar. Presion është kjo. Domethënë, është dhe kjo energjia, pra kujdes juve që merr. Pra numri 6 që janë ndoshta që janë martesa sigurisht për ata që janë më të rinj, apo 24 deri 36 vjeç, për ata që janë mbi 36 vjeç deri 48 vjeç, mund të merren pra me rinovime shtëpie, në punë. Do të bëjnë shtëpinë e tyre më të bukur, përmirësimin e gjendjes që janë martuar, përmirësimin e çfarë ta bëjnë më mirë. Dhe një udhim ndoshta apo udhime po kreativitet, art, gjithashtu sepse Venusi është arti. Gjërat e bukura do të rriqen komfortit në jetën e tyre private. Venusianët janë edhe kanë kreativitetin shumë. Kanë kreativitet, kanë art dhe duan dhe komfort. Do t'i përshkushtojnë gjithashtu fëmijëve, ata që kanë gjërat që nuk i mbyllën dot në vitin 2025, do t'i mbyllin tani në 2026. Vit kreativiteti për numër 6 të jashtëzakonshëm këtë vit, pra dielli, do të ndriçojë më shumë, pra keni arti, kërcimi, muzikë, shumë e mirë për ta. Nëse jeni po, pra
numri 6 është i mirë për pra njerëzit që kanë lindur që kanë numrin 6. Po, kemi një me që morëm me Dyramë, do marrim 15 tetor 1944 kemi Sali Berisha ka lindur. Është lider. Pra është numri 6, është numri 6. Madje ai ka lindur në 1944, prap këta njerëz 1133 44 nuk kanë veçantë. Do të njohur ose për diçka aftësitë të tyre që kanë. Për shembull Grida Duma ishte dhe ajo, kishte 11, pra kishte dhe ajo siç e përmendëm. Dunia e njëjtë. Ilir Meta 24 mars edhe i 6-ta, dhe viti i tij negativ ishte 2024. Domethënë kur u arrestua këto gjëra, pra ishte viti 8, pra nuk ishte i mirë për ta. Ata që janë 6-ta me 8-ën nuk është mirë. Po, ters. Në fakt po. Okej, kalojmë tek njerëzit me numër 7. Pra është 1.6 dhe 2 plus 5. Pra 16 dhe 25. Bravo. Njerëzit që kanë lindur në datën 7, 16 apo 25 të çfarë do lloj muaji, pra janë njerëzit me numër 7. Numër 7, sipas editorisë vedike, pra i përket planetit Hie Ketu. Ketu është shumë spiritual. Dhe Ketu, pra sigurisht 2026 është dhe dielli, pra është Ketu dhe dielli. Okej? Dhe kjo është një farë eklipsi, sepse Ketu dhe Rahu janë dy planetet që mbulojnë hënën ose diellin dhe quhen eklipse. Pra njerëzit me numër 7 ka gjase që mund të ndihen pak të padukshëm, ndoshta në punë, sikur po ju kritikojnë, sidomos njerëzit në moshën 24-36 vjeç. Më e këshillueshme është që të përqendrohen tek gjërat që duhen të bëjnë dhe mos merren me komentet e tjerëve. Shohin punën e vet, po. Edhe këto janë shumë dhe spiritual. Në rregull, nuk i interesojnë shumë gjërat materiale këtyre. Nuk janë si 6-ta. 6-ta do të ketë komfort, do të ketë shtëpinë bukur, do të ketë krevatin e mirë. Jo, nuk quhet materialist, quhet inteligjencë që duan të kenë gjërat mirë. Janë praktik, thua. Nuk duan ta kenë shtëpinë e rrëmuj. Kurse 7-ta le ta ketë s'ka shka pra janë më shumë spiritual 7-ta. Po, dhe nuk kanë ego. Nuk kanë ego spiritual. Nuk ka problem. Duan ushqim shpirtëror, pra. Është vit shumë spiritual për këta 7-tat, sepse ka dhe diellin, domethënë gjëra të reja shpirtërore. Kto patjetër duhet bëjnë meditimin tek meditimi lotososhëm. Domethënë janë të varur nga ushqimi. Shkojnë thellë tek studimet e veçanta, mund të studiojnë astrologji ose këto gjërat mistike, do të duken shumë interesante këtë vit, sepse dielli do të japë ndriçim në fusha të thella mistike ose këto gjëra. Janë njerëz që bëjnë shumë për tjerët, japin dhurata dhe japin shumë nga vetja, do japin shumë nga vetja këtë vit. I këshilloj të bëjnë diçka për tokën, mbrojtjen e lopëve thuhet sipas teorisë vedike, të kontribuojnë në pastrimin e plerave, pra toka lopa. Mosteren e kafshëve do t'i ndihmonte shumë këta njerëz me numër 7. Pra do t'i rriste energjetikisht. Po. Pavarësisht se të tjerët mund t'i thonë mos bëj kështu budalliqesh, por mirë është të kontribuojnë. Po, do të jetë fantastike nëse bëjnë këto gjërat numër 7. Pra njerëzit numër 7 që bëjnë meditim është shumë e mirë. Patjetër do të vinë tek meditim lotososhëm, që unë bëj falas online çdo javë. Kemi disa njerëz që janë me numër 7. Ardit Gjebrea. Ka lindur me 7 qershor. Është i dashur për publikun, nuk ka ego këto gjëra. Është i përulur, domethënë i dashur, nuk ka kështu shaj tjerë ose. Është i butë. Nexhmie Pagarusha 7 maj, edhe 1933, dhe kjo 33 pra. Dy numrat njësoj janë pak si veçantë. Nexhmie Pagarusha jo vetëm që ka lindur në 7 maj 1933, por ajo vdiq edhe në 7 shkurt 2020. Sido që tjetë, kemi një Arbane Osmani, gjithashtu ka lindur me 7. Është numër 7. Janë spiritual, janë njerëz të butë, nuk kanë ego. Ego nuk e ashtu. Dashi mund të kenë pak, por nuk e përgjithësi.
Sigurisht varet edhe nga horoskopi i tyre ku e ka hënën, ku e ka individual. Po kjo është në përgjithësi, po flasim shumë përgjithësi, në rregull. Njerëzit që kanë lindur, njerëzit me numër 8, janë njerëzit që kanë lindur në datë 1 plus 7, pra 17 dhe 2 plus 6, 8. 26. Pra njerëzit që kanë lindur datë 8, 17 dhe 26, janë njerëzit me numër 8 dhe 8 është numri i Saturnit. po, Ta janë si karrierista. punës, shërbimin ndaj tjerëve. Janë Okej, këta njerëz do të vënë në prioritet karrierën e tyre këtë vit, sepse kemi pra Saturnin dhe diellin që është 26. edhe unë jam teta. Di, Pra karriera është Po. këtë vit. karriera, po, punë. Punë, aha, po. Aha. Punë. Natë e ditë, si është ajo? Punë, natë e ditë që të shohim pakës dritë. Bravo. Është për tetat. Por kujdes me autoritetet e tyre, sepse Saturni dhe dielli nuk është janë shumë shok. Saturni quhet si kundërshtar. Në fakt është dhe i biri i diellit, por jo i biri i ligjshëm. Që ka më thënë, jo, Domethënë, por sigurisht të dy janë planet shumë të mirë, okay? Po thuhet që kanë ka një Këto mos kontradikt, balans, si thua, midis tyre. është pra me këta njerëz sigurisht do të vënë prioritet sepse Saturni është vetë. Ti madje edhe në periudhën e Saturnit, që për ty do të jesh 2 fish Saturn. Por do të thotë punë më shumë lek, më shumë punë, më shumë lek. Po, më shumë punë, më shumë lek. Mund të ndihesh sepse dhe dielli do jetë aty, nuk po thashën për ty, okay? Për gjithë njerëzit, mund të ndihesh sikur shefi yt s'po të vlerëson. Ai sa duhet për punën që po bën, ti po punon shumë, se ti je shumë punëtor i mirë, ha? Teta janë punëtor të shkëlqyeshëm. Por më e mira është që të mos i kundërvihesh pra autoriteteve, sepse dielli është autoriteti, pra është Saturni dhe dielli. Por njerëzit me numër 8 janë në përgjithësi shumë punëtor të mëdhenj. Janë shumë shërbejnë në mënyrë të shkëlqyeshme. Okej? Domethënë bëjnë punën tamam. Tani në vitin 2026, pra njerëzit do të ndihen do punojnë më shumë. Duhet punoj shumë. Do të Pra për të arritur qëllimet e sidomos mosha 36 deri 48. Ka vetëm nëpërmjet punës, nuk ka Ose punë të reja, njerëzit që janë kërkim për një punë të re, ose mund të ndryshojnë punë, diçka me punën e tyre profesionit, sepse pra viti 2026 është domethënë viti i nisjeve të reja dhe vetë kuptohet, kur punon shumë ke shumë mundësira në fakt për të bërë një lider, ata që kanë synim me këtë gjëra, sepse dielli është lideri. Dhe tani nga një punëtor mund të bëhen lidera në fakt këtë vit 2026. Bëhen shefa. Të bëhen vetë shefa këtë vit dhe ata që janë pra sepse kanë më shumë eksperiencë. Po. Kurse ata që janë të rinj dhe do t'i kanë këtë, nuk kanë eksperiencë, dhe po të bëhen lidera nuk e di çfarë do të ndodhi. Po. Okej. Do të kenë pra dhe ata që janë shefa dhe bëhen, domethënë, kujdes të drejtojnë mirë punëtorët të tjerë në mënyrë që mos të urrehen nga punëtorët e tyre. Për tetat, viti mirë për çështje pronash, jo për investime, e mirë për udhëtime në vende të huaja. Ta kemi parasysh këtë për verën. Dhe kush është një shqiptare njohur, domethënë, mos është nga Google, se nuk Rita Ora është me 26 nëntor. Pra jo direkt 8, po 26, pra 2+6=8. Në vitin 1990. Rita Ora është një numër. Po dhe me punë ka arritur. Me punë, duke u knua, duke ashtu. Pa knu. Nuk do bëja se famshme apo jo. Po duke punuar. Okej. Kush di si punon më shumë se ne të shohim ne. Jo, ajo duket e zonja se punon, domethënë në të vërtetë mund të drejtojë të tjerët. Po. Njerëzit me numër 9, marrin numrin e fundit fare? Po, numri i fundit. Njerëzit me numër 9 janë njerëzit që kanë lindur më datë 9. Po, 1 plus 8, pra 18 dhe 2 plus 7, 9. Po, pra njerëzit që kanë lindur në datë 9, 18 dhe 27 të çfarë do lloj muaji. 9 është numri i planetit Mars, në rregull? Po. Dhe viti 2025 që kishim ishte i Mars. Mars është me zjarr, diçka. Po, me zjarr. Diçka me zjarr. Por tani kemi një kombinim me diellit, pra 2026 dhe Marsit, njerëzit me numër 9. Çfarë është ky kombinim? Dhe janë dy planetet e zjarrit. Dielli është i ngrohtë, Marsi është zjarr.
Dobel zjarë, si më thënë. Por dielli është dhe autoritetet. Pra ata që janë në moshën 36 deri 48 këtë vit, që janë nënta, do ta kenë shumë mirë me autoritetet. Do të përpiqen për sukses të madh në profesionin e tyre, edhe punë në qeveri, ndihma qeveritare. Por sigurisht varet pra nga planetet që ata kanë horoskopin e tyre personal për çdo njeri. Ata që janë moshë 26 deri 34 do të fokusohen në aktivitetet fizike dhe sportive. Marsi është sport. Marsian. Luftëtar, po ushtar. Ata që kanë babain, mbështetje nga babain, nëse kanë, sepse babai autoritetet, pra ka autoritar. Ndryshime tek njerëzit me numër 9 tek dieta e tyre, sepse që të jesh i fuqishëm duhet hash mirë. Hash mirë, ushqim. Një dietë e re, më e shëndetshme, mundësisht vegetariane. Ti e di që po ne për vegetarianë. Ushqimet vegetariane sigurisht akoma më mirë, nëse han mishe këto gjëra nuk është shumë mirë. Nëse punojnë shumë do të marrin pra më shumë lek, më shumë nxehtësi në trupin e tyre, pra energji, pra do të merren patjetër me aktivitete sportive. Plus që edhe sporti të nxehtë. Po, disa astrologë vedik këshillojnë njerëzit me numër 9 që bëjnë masazh kokës së tyre me vaj, të paktën një herë në javë këtë vit. Po për shumë energjia shkon në kokë. Që lëvizje energjia në trup. Në trup, po, në kokë sidomos. Po kemi profesorin Petrozhej me 18 tetor. Kemi dhe një tjetër me numër 9, një personazh shumë i njohur shqiptar, Blendi Fevziu. Ka lindur 18 maj. Pra 9. Okej? Pra këto ishin numrat. Ishte shumë e detajuar, është shumë interesante, kemi marrë të gjithë numrat së bashku dhe së bashku tani të gjithë i din numrat, cilët numrat përkasin energjin pak a shumë, tani gjërat nuk do i themi 100%, por janë, nuk do marrim gjithë me horoskopin e tyre personal, por afërsisht pra në përgjithësi kjo është. Kalofshi një vit të ri të 2026. Përshëndesim.